Генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев синоќа во телевизиски настап, откако рече дека неговата партија преговара со една партија на албанците, беше прашан дали ВМРО ДПМН всушност преговара со БЕСА. Неговиот одговор беше можеби. Дали БЕСА преговара со ВМРО ДПМН? Përgjigje nuk mund të ketë ndoshta ose jo, ose ka ose nuk ka negociata. Unë mund të them me përgjegjësinë më të plotë se nuk ka negociata për koalicion parazgjedhor mes lëvizjes BESA dhe VMRO DPMN-s dhe mendoj që në këtë fazë me atë retorikë që ka shprehur VMRO DPMN është edhe jo serioze një qasje e tillë apo një publikimi, një lajmi apo spini që do të thotë se lëvizja BESA mund të ketë. Unë këtu e them publikisht se as nuk ka patur negociata dhe as nuk ka negociata me Несериозна, на што мислите во кој дел несериозна дека е ВМРО ДПМН? Со тоа што го тврди тоа или со пристапот и политиките? Qasja dhe lënia hapësirë për të menduar se mund të ketë një farë koalicioni të tillë është jo serioze. Nuk thash se partia ose personi që e tha nuk është serioz. Mendoj se nuk janë kushtet që VMRO DPMN të ketë një qasje të tillë, pasi që ju e dini ne publikisht ja kemi dhënë mundësinë, u jemi takuar në publik, kemi dhënë mundësi që të ndrojnë qasjen ndaj shqiptarëve. Për fat të keq u vërtetua që në ditët kur parlamenti duhet të vetë shpërbëhej, ata ngritën edhe iniciativë për të hequr nga rendi ditës çështjen e marrëveshjes që ne e kishim me qeverinë rreth grafës etnike për letërnjoftime, respektivisht ligjit letërnjoftimeve që ishte në procedurë parlamentare. Се сеќаваме на една слика од заеднички работен ручек на вашиот лидер со Мицкоски, на кое што сте мислам дека и вие присутен, но велите се заврши на тоа. Shef, ne jemi parti serioze dhe normalisht që kemi komunikim me të gjitha partitë. Me ligj është e përcaktuar që ne do duhet të kemi komunikime edhe me VMRO DPMN rreth ndarjes të komisionerëve në vend votime, pasi ashtu e parashek ligji që opozita, dy partitë në opozitë duhet të ndajnë. Ne duhet kemi negocim me VMRO DPMN edhe për çështjen e ndarjes të minutazhit në media, pasi që ligji e specifikon këtë. Dhe ne nuk jemi parti e cila kemi vendosur pozicione që mos komunikojmë, po çështja e komunikimit me çështjen e koalicionimit janë dy gjëra të cilat janë të larg njëra tjetrës. Prandaj mendoj se komunikimi nuk është asgjë që s'mund të vazhdojë në të ardhmen, ashtu si kemi komunikim edhe me partitë e tjera, kanë qenë ligje të veçanta në kuvend, jashtë kuvendit, të cilat janë diskutuar dhe debatuar.